Edhe pse është një ndër shkollat më të bukura dhe më të pajisura nga të gjitha të tjerat, si me kabinete, me amfiteatro dhe kushte super moderne. Megjithatë, në gjimnazin 7 Marsi, interesimi i nxënësve për të regjistruar është të i vogël. Në dy afatet e para, vetëm një nxënës është pranuar këtu. Arsye për mos interesimin e nxënësve është distanca dhe vendndodhja e kësaj shkolle. Drejtori thotë se vitin e ardhshëm do të ndërtohet objekti i ri në lokacion tjetër. Ismail Vlashi beson se në afatet tjera do të ulen kriteret dhe do të rritet numri i nxënësve. Në fillim patëm 14 nxënës që u paraqitën, për cilëve vetëm njëri ka plotësu kushtet, kriteret për të pranuar, domethënë në gjimnazin tonë, që do të thotë kishte mbi 60 pikë, të tjerat janë refuzuar. Edhe tani në aplikimin e dytë të njëjtit afat, domethënë qershorit, ka numër pak më tepër nxënësve që janë interesuar. Se janë 242 nxënës, domethënë që është e parapame për 8 paralele tona. Tash domethënë keni parasysh vetëm një nxënës është pranuar deri tash, llogarisi që ndoshta ky numër 10-12 mos kalon më tepër pas kriterit që në afatin e parë nuk ka ulje të pikëve, por nëse ky numër, thash, nëse u përmbahen shkollat e mesme, mjekësisë dhe gjimnazi qendër, mos ulin kriterin e pikëve, llogarisë që në afatin e kushtit, tash spaku ky numër të arrijnë ato 8 klasët, kemi spaku ka një 20 nxënës që të funksionon tamam si duhet. Ndryshe nga 7 Marsi, në shkollën e mesme të mjekësisë, interesimi është të jetë i madh. Interesimi është shumë i madh. Në afatin e parë kemi pranuar domethënë 403 nxënës, drejtimi i motër medicinale është mbyll, domethënë edhe kozmetik. Tani vazhdojmë të kenë vende të lira teknik farmaceutik, teknik fizioterapeutik, teknik dhëmësh, asistent dentar dhe teknik laborant. Ndryshe, në gjitha shkollat e mesme të Tetovës kanë mbetur edhe 730 vende të lira për regjistrimin e nxënësve, shumica e tyre në 7 Marsi dhe në shkollat profesionale.